Jos Marku edhe një herë ka rikthyer vëmendjen krah tij. Pas u eliminuar në shtëpinë më të famshme në gjysmëfinale, ai shkaktoi një situatë të jetër rënduar ku e qelloi gjestin, fituesin e shtëpisë të famshme. Ndërsa këtë ditë, ai e ka rikthyer vëmendjen tek vetja e tij, pasi ka publikuar një video ku ka bërë të qartë se Jozi tani më është fokusuar tek karriera e tij muzikore dhe duket se synon të nxjerrë diçka të re për publikun. Por ajo që është më interesante është se me kalimin e ditëve, parashikohet që kënga e tij të bëjë bujë të madhe duke tërhequr një publik më të gjerë. Shumë nga fancat mendojnë se kjo këngë do të jetë një dis për Gjestin. Përveç këtyre thashëthemeve, do të jetë emocionuese të shohim se si do të reagojë Gjesti ndaj këtyre aludimeve dhe deri në çfarë mase këtë situatë ai do ta shfrytëzojë për të përgjigjur. Në këtë pikë tensioni midis tyre duket se janë vetëm të fillimit dhe fancat e dy artistëve janë të jetur për të parë se çfarë do të ndodhë më tej. Rikthimi i Jos Markut nëpërmjet muzikës është një moment i rëndësishëm për të dhe një simbol se ai është gati për të përballuar pasojat e veprimeve të tij të fundit. A është mënyra e tij për të shprehur emocionet pas incidentit, apo thjesht një rikthim i fortë në industrinë muzikore? Po kjo mbetet për të parë me publikimin e plotë të këngës, së mbase nuk ka lidhje fare me Gjestin. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Jos Marku, për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme, krijoi një lidhje dashurie me Loredanën.